Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, po ndërpresim rrjedhën normale të transmetimit, pasi një ngjarje e jashtëzakonshme është duke ndodhur prej ditësh tashmë. Do të shkojmë përpara kryeministrisë, aty ku Adriatik Lapaj po proteston prej ditësh, prej kohësh, pra kundër këtij sistemi, kundër atyre që arrestuan Lalin dhe kundër shumë padrejtësive që janë bërë në këtë vend. Lidhemi me Tikun. Tikun, përshëndetje. Po përshëndetje, vlla, disi është puna tani se. Si është puna? Puna është se vdiqe për bukë, po na duhen ushqime. A keni nevojë për ndonjë gjë, me që jeni prej ditësh aty edhe po e gdhini? Keni nevojë për ndonjë gjë? Po kemi, si s'kepi. Një dy koli me peti pije, po pati mundësi, do përse brënda mundësime, që mos ju ashu, një catë që buka me herza, në një me djas, ku të gjë... Pra, ju, Tiku, po protestoni pra kundër padrejtësive që janë bërë në këtë vend, pra siç është arrestimi Lalit, apo edhe problematikave të tjera që ka ky vend, Kur o marë mu, tu vetëm padrejtësia ka po, unë e kam inatin se e kisha në fillim e ramën të arëzoja këtë, po tani do të anashkalojnë qik, se kam inatin me Endre Shabanin, po tëra, kuj do t'i marim, deputetit e mori atere futidajën, tani mori avokat në popullit me Berishën, po ne lopa në kapësh, do marim do një gjëne, po kot të lufton e dira aty protesta gjëra. Kështu që s'ka më protesta për Edi Ramën, do protestojmë të rëzojmë Endre Shabanin nga kjo e avokatit të popullit, do shpërngulemi nga kryeministria, do tani mandej. Dashur teleshikues, pra siç e pam, faleminderit Tiku, faleminderit. Pra siç e pam, pra Tiku proteston, pra sepse nuk është bërë avokat i popullit, por në vend të tij është bërë Shabani, pra. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, ose më saktë për këtë lidhje që të drejtë për drejtë që ne bëm së bashku, bashkë do të rishjemi në lidhje të tjera.